Për këtë arsye, ka thonë dietar se kjo fjalë është e përbame me dishtyllë. Do e mos këta duhet muslimani ta kupton, dhe le ta din çdo kush që e shqipton fjalën la ilahe illallah dhe nuk e kupton këtë që do të tham tash, ai nuk konsiderohet musliman të Allahu Azza wa Jall. Nuk i sjell dobi fjala la ilahe illallah. Për këtë arsye, banu si Imam Shafiu, i cili tha, kur e ndëgjoj diçka që se di, kam qef që i kej trupi të mbod vesh. Pse ja Imam? Tha që të knaqët kej trupi dhe shpirti si që më knaqët veshi. Na nuk e në ardhë në këtë kohë që ne vetëm t'i bojmë qef vetës tonë, po kemi dëshirë, si kur Allahu Azza wa Jall që në dashuroj i këtë fjalë, që mos dalmi para Allahu Azza wa Jall të zhgënjër nga kjo fjalë, mos dalmi para Allahu Azza wa Jall dhe t'i thojmë, a mjeritun, sum la biznisi, sum la kjo dhe kjo që ta kuptoj i këtë fjalë. Allahu pejgamber ka dërgu, Allahu Azza wa Jall dërgoj me qindra mija pejgamber që të na komentojnë këtë fjalë. Pra vëllezër të ndershëm, mendoj se sot duhem të jemi më të koncentruar se çdo herë. Ka thonë kjo fjalë la ilahe illallah, përbëhet e para me dishtillë, përbëhet nga dishtillë. Shtylla e parë, mohimi i çdo të adhuruar me të padrejt, dhe pohimi që Allahu është i vetmi që meriton adhurimin. Pra Allahu Azza wa Jall me këtë fjalë ka desh të na thojë, o ti që ke dëshirë të ish me këtë fjalë, të jetojsh me këtë fjalë, moho, kanë të mohoj Arab, para se të besojsh moho, nga se nëse je vetëm me besim, wallahi Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi dhe Ebu Talibi dhe do të ceki ma vonë, do t'ju kishte bon dobi dhe atinve besimi tërë. Pse si boni dobi? Për çkak se ato të pjesën e parë, shtillën e parë, o të reguan neglizhen dhe nuk pranuan që ta mohoj. Për ata ato erdhen të bojnë kompromis me pejgamberin Allah. Çfarë kompromisi? Tha, o Muhammed, a ban që a bojmë kështu, një ditë na adhurojmë Zotin tanë, ditën ditë ti na adhuron zotrat tona. Allahu e zbret një sure të madhe në Kurani Kerim dhe i tha, Kul ja ejuhal kafirun, o ju jo besimtar, o ju qafira, la a'budu ma ta'budun. S'ka kompromis në këtë fjalë. La a'budu ma ta'budun. A nuk e besoj atë të cilën ju e besoni, wala entum abidune ma a'bud, dhe ju jetoni në atë, pra mos e besoni atë që unë e besoj apo që e besojmë. Pastaj, njoni kër e mëson këtë sure, mendon se kjo sure përsëritet, dhe përsëritja e saj nuk ka koptim. Pejgamberi Allahut, fjalët e Allahut ka qenë precizë. Ajeti e 4 që thot, në parën tha, Kul ja juhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana. Pejgamberi Allahut flet për vetë, flet për umetin e ti. Pejgamberi Allahut thot, wala ana, për ata dhe na së paku, të i thojmë, wala ana, as unë, abudu ma ta'budun, nuk da të adhoroj atë që adhoroni. Pastaj, wala antum abiduna ma abud, dhe ju mos adhoroni, pra nuk ka dhun me ishtin islam me zor, lekum din, wali e din, na kena fe, që duhet të qarsohet dhe të dalohet nga feja juaj.
na u kanë përzi kablat, na u kanë përzi meselet. Për këtë arsye nuk e mësum dinin e Allahu drejt. Për këtë arsye si dim ku e kena gardhin ton dhe ku e kanë të qertë. Nuk i dim me gjët tona dhe nuk janë të i ditë qertë me gjët e tyre. Allahu Azza wa Jall e mësoj pejgamberin Allah. E para, që o ju që dëshironi të jetoni në nënhijen e kësaj fjale, shtilla e parë që nuk ban pa ta dhe nuk konsiderohesh musliman pa ta. Nëse nuk i mohon të gjithë zotrat, të gjithë sendet që janë të veçanta për Allahun, dikush ja kanë vesh të dërkujt. Qofshin ato dhe pejgamber dhe evlija. Pra ndëgjoni me vëmendje, se Allahu Azza wa Jall nuk erë me na tregu se s'ka zota që adhuron pas Allahut, kurse nëse shkon në Stamboll, i shef se evlijat adhuron pas Allahut. Po mos shko ma shkën larkë se në Stamboll, del në Shkup edhe te që ti shef që ka bëhen ta. A nuk kanë se të te që të kërkohet faljet të to, bëhet tavaf të to, kërkohet ndim nga to, kërkohet shërim prej tyre. A nuk janë këte ibadete? O ti që ki thonë la ilaha illallah, nuk të banë pun fjallë la ilaha illallah. Nëse nuk i mohon, nëse nuk mohon gjdo sen që adhërohet pos Allahut Azza wa Jall, qoft djelim apo qoft hana, qofshin yjet apo idhujt, qofshin gurët apo pemat, qoft zjari apo melekat, qofshin gjint apo shtazat dhe kafshat, qofshin pejgambert apo evlijat, qoft dunjaja, nefsi apo hawaja. As ka thonë pejgamberi Allahut, ta i se abdu dinar, posht ai që adhuron dunjon, e donë më shumë se Allah. Kja është njoni cili ende se ka kuptu fjallën la ilaha, s'kena na zot qëtër pos Allah. Ate dojmë, prej ati frigmi, prej ati shpresojmë, nga ai kërkojmë dhe vetëm ata e adhurojmë. Pra vledhë të ndërshëm, na do t'jetojmë disa qaste me këtë fjallën la ilaha illallah, me shpres që do t'a kuptojmë saktësisht.